Big Brother Kosova u trondit sërish nga një ngjarje e rëndë, kur gjatë një debati të ashpër në shtëpi, situata mes Hygertës dhe Albës degeneroi në dhunë fizike. Një përplasje verbale, e ngarkuar me tension emocional dhe akuza të ndërsjella, përfundoi në momentin kur Hygerta e goditi Albën me shuplak. Një çast që ndryshoi menjëherë atmosferën në shtëpi dhe ngriti pikpyetje serioze mbi kufijtë e tolerancës, përgjegjësinë dhe rolin e formatit. Debati mes dy banorëve nuk ishte i rastësishëm. Marrëdhënia e tyre kishte qenë e tensionuar prej ditësh, e mbushur me replika të ashpra, keqinterpretime dhe akuza personale. Fjalët kishin humbur peshën e tyre dhe ishin kthyer në mjet të sulmi. Në një ambient të mbyllur si Big Brother Kosova, ku presioni psikologjik është konstant dhe privatësia mungon, konfliktet e pasgjidhura kanë tendencë të përshkallëzohen. Momentet para incidentit treguan një debat të nxehtë, ku të dyja palët ndiheshin të provokuara dhe të padëgjuara. Zërat u ngritën, emocionet dolën jashtë kontrollit dhe brenda pak sekondash, debati kaloi nga verbal në fizik. Shuplaka e Hygertës ndaj Albës ishte një akt që ndali kohën për disa çaste, duke sjellë heshtje dhe shok të banorët e tjerë. Reagimi në shtëpi ishte i menjëhershëm. Disa banorë ndërhyn për të ndarë situatën, të tjerë mbetën të shtangur, ndërsa disa u tërhoqën në heshtje. Të vetëdijshëm se po përjetonin një moment që te i kalonte lojën. Alba u pa e prekur dhe e tronditur, ndërsa Hygerta u përball me pasojat e një veprimi impulsiv që do të rëndonte mbi rrugëtimin e saj në shtëpi. Ky incident hapi një debat të madh mbi normalizimin e dhunës në reality show. Big Brother Kosova, si një nga programet më të ndjekura, ka një përgjegjësi të madhe publike. Dhuna fizike, pavarësisht provokimit apo kontekstit emocional, nuk mund të justifikohet. Ajo dërgon mesazhe të rrezikshme, sidomos për audiencën e re që e ndjek programin me vëmendje të madhe. Rrjetet sociale shpërthyen menjëherë pas ngjarjes. Pamjet u sër.